Jam I lumtur t'ju njoftoj se do të sigurojmë që vëllezërit tonë nga Kosova nuk do të paguajnë më shuma astronomike për shërbimet shëndetësore në Shkup. Tarifat për shtetasit e Kosovës do të jenë të njëjta sikur ato për shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kështu kishte deklaruar në një qindicin e hyrjes Aleancës për shqiptarët në qeverin LSDM-BDI, kreu I atëhershëm I Aleancës, Arben Taravari në vitin 2023. Për të njëjtën temë, aso kohë kishte folur edhe tashmë ish-ministri I Shëndetësisë, Fatmir Megjiti. Veç ka filluar në disa prej klinikave, në disa prej institucioneve, për vendimin, faktikisht unë e marrë vetëm drejtoj urdhër në për klinikat e në për gjithë institucionet shëndetësore, ata me anë të këtire këshillave drejtues duhet të bien vendim të nivelizohen të gjitha çmimet. Për këto premtime, 3 vite më vonë televizioni Shenja e pyeti ministrin aktual të shëndetësisë Azir Aliu, I cili tha se në ministrin që ai drejton, e të cilën e ka drejtuar edhe Taravari po edhe Megjiti, nuk ka një dokument të tillë për të cilin kanë folur paraardhësit e tij 3 vite më parë. Pra për këtë strategji realisht unë s'kam parë ndonjë dokument, po personalisht do të pyes në kabinet dhe momentin në telefon e keni numrin tem, personalisht do t'ja përgjigjem. Faleminderit. Ministri Aliu tha se si qeveri kanë përgatitur strategjin për shëndetësi dhe njoftoi se për herë të parë janë duke përgatitur edhe strategjin për transformim digital të shëndetësisë që asnjëherë nuk është bërë në shtetin tonë. Ndryshe javë më parë televizioni Shenja raportoi se brenda vitit kalendarik 2024-25 afro 2000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë marrë shërbime shëndetësore në spitalet shtetërore të vendit.